të kam një Fiton me 70. Hajde një bëjmë se cilin një tubim elektoral në Athinë brenda këtij muaji. Dhe të shohim sa do mbledhësh ti, sa mbledh unë individualisht. Obido, ti do të ishin gjithë vëlla. Edhe një gomar të kishin marrë. E ta kishin çuar në vendin tënd. Më fal, nuk do të ofendoj. Do ishte kështu fituar. Mos na shit mend tani që ti ke bësh fushat elektorale. Mos na shit mend. E di pse, sepse Edi Rama kontrollon gjithçka. Nga media te krimi organizuar, kapim dota, acertin, kjo është një qeveri që u ka nxirë jetën qytetarëve sa kanë ikur pothuajse 1 milion shqiptar në 10 vitet e fundit. Pse votoi diaspora për Partinë Socialiste? Si është e mundur që 80% e shqiptarëve që jetojnë në Greqi kanë votuar për Partinë Socialiste? Hajde shkojmë bashkë. Ta shpjegoj unë pse. Sepse sistemin që këta ngritën, këta e përdorën për të abuzuar dhe për të manipuluar zgjedhjet. Ta them si, Akshi ka qenë Chelsea i suksesit dhe i mashtrimit të sistemit zgjedhor me diasporën gjatë zgjedhjeve të fundit. Dhe në Greqi ka kapur maksimumin e rezultatit, sepse kishin të gjitha të dhënat e shqiptarëve. Personat që kanë patur të dhënat janë të njëjtët që kanë marrë peng qytetarë shqiptar, që ndanin tendrat midis bandave kriminale, ka përgjime për të gjë. Janë të njëjtët që kanë kontrolluar gjithë sistemin e votimit, lutem, nga identifikimi tek regjistrimi, mos t'i bëjmë njerëzit për budallëk. Kjo është dëshmia dhe turpi Partisë Socialiste në lidhje me zgjedhjet e fundit.